Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medjave. Dje pam se si një masterplan i promovuar me bujë para zgjedhjeve, u degradua në zëvendësim të disa kaldërmave, gjysmë të cilave përfundoi në asfalt. Një projekt që duhej ta ruante Qarshin, përfundoi në improvizim që ja cenon identitetin dhe vlerën. Dhe kjo u bë përmes një procesi që ngre dyshime serioze. Realizues është përzgjedhur Lendi Group. Bëhet fjalë për një kompani të themeluar në vitin 2024, e cila në mënyrë të pazakontë, me njëherë pas krijimit fillon të fitojë tender publik me vlera të larta. Nuk kemi të bëjmë me një kompani me histori të gjatë, referenca të dëshmuara apo përvojë shumëvjeçare në projekte të këtij niveli. E megjithatë, ajo shfaqet si fituese e njëpasnjëshme në një numër të madh të komunave të drejtuara nga VMRO DPMNE. Dyshimet thellohen edhe më shumë nga fakti se në disa raste vlera e parashikuar e tenderave përputhet në mënyrë të çuditshme me ofertat fituese. Dhe tani kjo skem po shfaqet edhe në Çajir. Qytetarët kanë të drejtë të pyesin: pse një kompani e sapo krijuar bëhet kaq shpejt aktor dominues? Kush e favorizon dhe pse pikërisht këto kompani lidhen vazhdimisht me të njëjtin rreth politik? Dhe apo paguan Çajiri borxhin ndaj VMRO DPMNE-s për mbështetjen zgjedhore? Çajiri nuk duhet të shndërrohet në stacion të fundit të një zinxhiri tenderësh që fillon dhe mbaron me interesa partijake. Kërkojmë transparencë të plotë të gjitha kontratave të Lendi Group për kriteret, ofertat dhe mënyrën e përzgjedhjes. Parat publike nuk janë për eksperimente dhe as për shpërblime politike. Çajiri është i qytetarëve. Ju falemnderit.